Ramante, përshëndetje, Ledi. Përshëndetje nga Jezerci. Sa bukur Jezerci apo jo? Ka nis atje atmosfera festive edhe për sonte, do na tregosh se çka është përgatitur, por gjithashtu edhe për fund vet. Mi mbrëma një herë, uroj t'jeni që të gjithë mirë. Faleminderit. Sonte atmosfera këtu te neve është shumë mirë. Kemi një mbrëmje festive bashkë me kolegët edhe koleget. Ne përveç se do të flasim për festën sonte, ne kemi edhe një arsye pse të kemi bërë ftesë që t'jesh pjesë e pasditës sot, është promovimi i këngës Një Shqipëri, që vjen një projekt i dedikuar prej teje me një koleg për cilin do na tregosh më shumë, pikërisht për festën e flamurit. Na trego për idenë e kësaj kënge. Po, kjo kënga është Një Shqipëri. Domethënë është e lidhur Kosova dhe Shqipëria bashkë, që do të bëhet një. Edhe ideja është, kjo këngë është bërë para 3 vjetësh, po ka nejtur pak në sirtar. Dhe vendosa për ta bërë këtë vit, e kam bërë bashkë me kolegun tim, Fadil Kecën. Tekstin edhe muzikën e ka bërë Kreshnik Avdiu. Orkestrimin e ka bërë Agon Eziri dhe videoklipin e ka bërë Meriton Dërguti. Mirë, besoj që edhe kënga kështu tamam për 28 nëntor, tamam lidhet edhe një Shqipëri gjithmonë kështu e themi edhe i këndojmë shumë, edhe artist këndojmë shumë. Po se Kosova është zemra e Shqipërisë. E vërtet. Edhe ne do bëhemi kështu bashkë, edhe pse jemi bashkë. E vërtet, të flasim pak për tekstin, Ledi, ndoshta sepse gjithmonë është më përgjësi ti këndohet kështu atë dhejot. Besoj që secili artist që merë kështu mundim për me sjell një projekt të tillë, është përgjësi pasi që i këndohet atë dhejot, i këndohet gjithë shqiptarëve, sa e këndi këtë përgjësi para se me dalë kënga kështu? Unë si të tregova, dhe më thënë, e kam lënë pak në sitar të këngën dhe gjithmonë mendosha për ta bërë, po obligimet, edhe shumë gjëra tjera nuk isha e gatshme për ta bërë. Por e pash të arsyeshme për ta bërë për këtë 28 nëntor, sepse teksti është lidhet, domethënë, për gjithë qytetet, lidhet për krejt, se te pjesa këngës domethënë ka nga gjithë qytetet, ka Tetova, është Presheva, është Çamëria, Prishtina, Ferizaj, edhe e vendosa për ta bërë. Dhe na vjen mirë që e keni publiku dhe ne sigurisht do ta shohim në fund të kësaj bisede, do ta dëgjojmë këtë projekt, por do doja personalisht pyesja cila është simbolika që ka kjo fest për ty, duke qenë se je nga Shqipëria, jeton në Kosovë, ndërkohë që ke jetu edhe jashtë vendit, duke njohur personalisht e di që një pjesë ke kalu edhe në Zvicër, megjithatë gjithmonë e rrethuar me shqiptarë dhe po besoj që kudo ku ke shku këtë festë ke pas me vete. Kombinim fantastik. Po shiko, kombinim fantastik është derisa bërë që partneri im është i Kosovës edhe unë e Shqipërisë. Për atë thash, kombinim fantastik. Po, edhe kombinimi është shumë i mirë, por kjo fest, jo për mua, por për gjithë shqiptarët është një fest që është që t'jem një farë kënaqësie. Edhe normal që unë gjatë gjithë periudhës time përpara që kam qenë në kontakt me punën edhe në për koncerte, në për mbrëmje, në për kështu, gjithmonë domethënë kjo fest më ka kënaqur. Veç fakti që mbushet vendi me flamura, është çdo gjë kuqezi. Edhe këtu te unë tani ku jam në këtë moment, domethënë vendi është mbushur kuqezi. Na sjell pak atmosferë nga vendja, mundesh pak me lëviz telefonin dhe ta shohim edhe pak ambientin se si është krijuar aty duke ju përshtatë festës. Sa bukur. Jo pa qëllim deri është flamuri më i bukur në botë, Albana. Dhe jo pa qëllim, po e bëja këtë paralelen duke qenë se ke jetu në Shqipëri, në Kosovë po jeton, ke pas disa vite jetë në Zvicër, dhe besoj që tashmë je dëshmitare se sa në Kosovë festohet kjo fest, do të se sa shumë përkushtohemi për me e shënu këtë fest kombëtare. Në këto 3 vende që i përmenda, cilat janë ato karakteristika që i ke marrë me veti sa i përket pikërisht festës së 28 nëntorit? E dashur, gjithandej është një lloj, si që kohën që unë kam jetuar në Zvicër,
si në Kosovë, edhe në Shqipëri, do më thënë një lloj festohet, nuk e di, ndonjëherë njerëzit edhe i ndajnë, do më thënë thonë, këtu festohet më mirë, këtu festohet më keq. Ti po ta shifshe sot Prishtinën se ishte këtë flamura. Edhe në Zvicër e njëjta gjë, vetëm se atje është pak më ndryshe, jo si në Kosovë edhe në Shqipëri. Se në Shqipëri për shembull bëhet një atmosferë pak më e madhe, dhe në Kosovë gjithashtu, kurse në Zvicër është pak më pak atmosfera për shembull veç në për vendet, domethënë ku ka shqiptar edhe në gjitha trevat ku ka shqiptar kjo festohet. E përmende partnerin e Kosovës thash që është kështu lidhje fantastike, edhe kam përshtypjen që me të vërtet tash ka raste kështu të bashkimit, edhe besoj që kjo është bashkimi më i mirë apo jo? Bashkimi kombëtar, po partneri është mbështetja ime më e madhe. Edhe që me të thënë drejtën, ai është bërë, si e themi neve, sebeb, këtëherë që unë ta bëj këtë këngë. Sepse kjo këngë është një dhuratë e të ndjerit i zhvjerrit tem. Do më thënë, i zhvjerri jam, mu ma ka bërë dhuratë të këngë bashkë me Krishmik Abdin, kantautorin dhe tekst shkruesin. Edhe, do më thënë, mbështetja më e madhe është partneri im. Ai më ka shtyr më shumë që unë me e bë këtë herë këtë këngë, bashkë me videoklipin. Na vjen shumë mirë dhe mezi presim edhe projekte të tjera me cilat partneri yt do të motivoj për ti me i sjell edhe ne të presim herën tjetër në studio. Edhe pse kam pauzuar një kohë gjatë, domethënë, po nuk e kam ndërmend të pauzoj më. Jo, Po i kam edhe 2 projekte që janë realizuar, edhe këngët edhe spotet, por ti nxjerr pak avash. Edhe ne të falenderojmë shumë, po propozoj që në fund falenderoj shumë edhe për kohën edhe urime për këtë projekt. Faleminderit shumë edhe juve për këtë intervistë bukur. Po e shohim bashkë tash, Okej, faleminderit shumë. Suksese sonte, kaloni sa më mirë. Faleminderit, urime festën. Faleminderit shumë.